Qarku i Kukësit vijon të përballet me situatë të vështirë për shkak të motit të keq që ka sjellë rreshje të dendura shiu dhe erëra të forta. Pasojat janë evidente në të gjitha akset rrugore ku raportohen për rrëshqitje dherash dhe rënje gurësh. Dëmtime të konsiderueshme janë shënuar në rrugët rurale të fshatrave Lojme, Bele, Çrnalev, Oreshk, Zapot, Orgjoz dhe Nimç. Ndërkohë në akset ndërkombëtare si Kukës, Bushtic, Kukës, Shishtavec, Kukës, Qafmali, Kukës, Krume, Tropoj, Qaf Morin dhe Fiers, gurët e rënë kanë krijuar vështirësi për qarkullimin e automjeteve. Rreshjet e shiut kanë sjellë gjithashtu përmirësim të ndjeshëm të situatës hidrike. Prurjet në liçenin e Kukësit dhe lumeve në Drinin e Zi, Drinin e Bardh dhe Luma janë rritur ndjeshëm, duke mbuluar edhe rrënojat e Kukësit të vjetër dhe duke dhënë një lehtësim për prodhimin e energjisë elektrike. Në Bulqiz rreshjet kanë shkaktuar daljen nga shtrati i zallit të thatë, duke përmbytur rrugët që i lidh dy fshatrat, Kokërdhak dhe Koçaj. Situata mbetet e vështirë ndërsa autoritetet lokale dhe emergjenca civile po monitorojnë në kohë reale të gjitha zonat e prekura për të parandaluar përkeqësimin e situatës dhe për të siguruar furnizimin me energji dhe shërbimet bazë për banorët.